Energjia rinovueshme dhe kostot konkurruese po e kthejnë Shqipërinë në një vend kyç për ndërtimin e qendrave të dhënave. Investimi i ri për 100 milionë eurosh nga kompania izraelite EDC synon ngritjen në një data centeri të teknologjisë së avancuar. Në një intervistë për Skan Televizion, eksperti IT Erlind Salla theksoi se Shqipëria ka disa avantazhe strategjike që e bëjnë tërheqëse për investime të këtij niveli. Shqipëria njihet si një vend me energji të rinovueshme, si hidrike ashtu edhe diellore. Kjo është një pikë kyçe dhe strategjike që na favorizon në arenën ndërkombëtare për konkurimin për krijimin e data centerave. Atëherë, ideja është që ky investim në këtë lloj niveli në Shqipëri, i cili do përdori qipa Nvidia, të cilat janë qipat më të mirë në treg për procesimin dhe përpunimin e dhënave për inteligjencën artificiale, të cilët i përdor Google, Amazon, kompani të mëdha lider në treg, do të investojnë edhe në Shqipëri. Energjia që ne kemi e rinovueshme është faktor kyç, pasi këto kompani, këto data centra kërkojnë një sasi shumë të madhe energjie për funksionimin e tyre. Kështu që Shqipëria mendoj është vendi perfekt. Plus edhe toka është më e lirë në krahasim me qoftë do ndërtojmë në Gjermani, në Francë, edhe krahu i punës për ndërtimin e këtyre data centrave prapë është më i lirë, kështu që edhe politika shtetërore gjithashtu janë shumë të mira. Ndonse në rajon ekzistojnë disa qendra të përpunimit të dhënave, projekti që pritet të ndërtohet në Shqipëri përfaqëson një nivel tjetër teknologjik dhe kapaciteti. Është të krahasosh një market lagje me një qendër tregtare. Do të thënë ne do jemi lider në rajon, por edhe në Europë për procesimin e të dhënave dhe për ruajtjen e tyre. Ndërtimi këtyre qendrave nuk lidhet vetëm me zhvillimin teknologjik, por edhe me sigurinë digjitale. Salla thekson se infrastruktura e re dhe bashkëpunimi me kompani lidere në sigurinë kibernetike mund të rrisë ndjeshëm kapacitetet mbrojtëse në vend. Ardhja e tyre në Shqipëri do ndikonte shumë edhe në rritjen e kapaciteteve vendase për trajnim dhe për punësim të rinjve të ekspertë të fushës që ata të kalojnë në një nivel tjetër për mbrojtjen e të dhënave, që në një të ardhmen nuk do kemi më nevojë për konsulencë të jashtme. Investimi pritet të sjellë jo vetëm infrastrukturë të re digjitale, por edhe zhvillim të tregut të punës në sektorin e teknologjisë dhe sigurisë kibernetike në Shqipëri.